Mirëmëngjes të dashur peshor, do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është njeriu i varur. Shikor, as nuk është poshtë, as në qiell, është në mes diku. Çfarë thot është? Çfarë thot kjo? Apo çfarë pasqyron kjo letër? Duhet të pezulloni diçka. Nga që nuk është koha për të vepruar, nuk është koha për të vendosur diçka, është koha për të ndryshuar këndvështrimin. Pezullimi është pjesë e kësaj rruge të dashur peshor. Këtë duhet të jetë një ndalesë e qëllimshme. Nuk je bllokuar kot, por të jepet një mundësi për të parë gjithçka nga një kënd tjetër. Zgjuarësia të dashur vjen nga veprimi. Zgjuarësia vjen jo nga veprimi, por nga durimi. Nga që në atë rrugë durimit mësojmë shumë gjëra. Dorëzim, jo dorëheqje. Mos u mundo të kontrollosh gjithçka tani. Jepi kohë apo jepi kohës, ta them kështu. Disa përgjigje nuk vijnë kur i kërkon me forcë, por kur ndalesh dhe vëzhgon. Kërkoj ndjes, prandaj po them durimi është më rëndësi. Sakrificë për një rritje më të lartë. Është sakrificë kur e them kështu nga që do të ndalosh për të ndryshuar këndvështrim dhe të shikosh çfarë tani e tutje. Ndoshta po lë diçka pas ose je në një moment pasigurie. Kjo është një sakrificë e përkohshme të dashur peshor, që të çon në një kuptim më të thellë. Nëse ka të bëjë me një marrëdhënie apo situatë, është moment të reflektimi, jo reagimi. Mos merr vendime impulsive të dashur peshor. Shiko mirë situatën siç është, jo siç do të ishte ideale. Një fjali për ta mbajtur mend të dashur peshor, ndonjëherë ndalesa më e vështirë sjell zgjimin më të madh.